Teksa SPAK gjendet në sulm pas arrestimit Veliajt, Komisioni i Posaçëm Antikorrupsion duket se ka gati draftin me ndërhyrjet që sipas Partisë Socialiste i duhen sistemit të drejtësisë. Kryetari i Komisionit Fatmir Xhafaj nuk dha detaje mbi përmbajtjen e draftit, por ekspertët e thirrur nga ky komision kanë erdhur idenë për krijimin e një organi të ri antikorrupsion që mund të çonte në shkrirjen e ILDKP-s. Të nderuar zonja dhe zotëri, mbrëma mi se erdhët në ditarin qendror të lajmeve këtu në A2 CNN, ku ndërshvillimet kryesore do të ndiqni. Histeri kolektive e quan Veliaj procesin ndaj tij në reagimin e radhës nga qelia e Burgut. Edhe të mërkurën Rama u shfaq sërish i pakënaqur me drejtësinë, duke u shprehur se prokurori dhe gjyqtari janë bërë një trup i vetëm kundër të akuzuarve. Përgjigjen se si po funksionon drejtësia e re, kryetaria e Këshillit të Integrimit Jorita Tabaku thotë se duhet ta marrim nga Venecia. Gjykata e Posaçme apelit rrëzoi kërkesën e bashkëshortes së kryebashkiakut Erion Veliaj për kthim të sendeve të sekuestruara nga kontrollet të SPAK në muajin dhjetor. Përpara se të refuzonte, Ajola Xoxa në SPAK u paraqitën për deklarime vjera e Veliajt, Verbona Xoxa dhe një nga biznesmenët e akuzuar në çështjen ndaj tij. Mira, matrica e inteligjencës dhe vlerësimit të rrezikut po përdoret nga Inspektorati Shtetëror i Punës për të luftuar punësimin informal, zhvilluar me mbështetjen e organizatës ndërkombëtare të punës dhe financimin e Bashkimit Evropian. Mira synon të revolucionarizojë mënyrën se si kryen inspektimet. Dëshmia e kryeministit Albin Kurti për rezervat shtetërore tashmë i kalon për vendim gjykatës në Kosovë. Prokuroria kërkon që të urdhërojë paraqitjen e kreut qeverisë në cilësinë e dëshmitarit. Për ndryshe, sipas ligjit, Kurti rrezikon shoqërimin me forcë ose penalitet me gjop. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky hodhi poshtë spekullimet për largimin e tij nga posti, duke i dhënë një përgjigje të drejtpërdrejtë Donald Trump. Zelensky tha se populariteti i tij është në rritje dhe se Trump po jeton brenda një hapësire dezinformimi. Fatmir Xhafaj ka gati draftin me ndërhyrjet në sistemin e drejtësisë pas përfundimit të analizës së kryer nga ekspertët. Lajmin e pohoi vetë kreu i Komisionit të Posaçëm Antikorrupsion në përfundim të mbledhjes të kësaj të mërkure, por theksoi se për momentin nuk dëshiron ta bëjë publik. Në kulmin e debatit politik për fatin ekzistencial të prokurorisë të posaçme, arkitekti i reformës në drejtësi riaktivizoi Komisionin e Posaçëm Antikorrupsion. Fatmir Xhafaj njoftoi publikisht që e ka gati draftin për ndërhyrje në sistemin e drejtësisë, një dokument që mbetet ende në qarkullim të brendshëm mes anëtarëve të Komisionit Parlamentar, ku opozita nuk ka pranuar të marrë pjesë. Kemi përfunduar analizën për sistemin e drejtësisë. Kemi përmbyllur draftin e parë, të cilin ndërkohë po kemi qarkulluar brenda nesh, së bashku me 8 dokumenta, 8 anekset, që janë 8 profilet institucionale për secilin nga institucionet kryesore të sistemit të drejtësisë. Pohimi vjen në një kohë debati të ndezur pas arrestimit të numrit 2 të mazhorancës, kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, ndërsa nën hetim është dhe kryetaria e Komisionit të Ligjeve, Klotilda Bushka, e cila në 2 mbledhjet e drejtuar nga Xhafaj këtë të mërkur u shfaq vetëm minutat e fundit. Socialistët duken të vendosur të restaurojnë ngrehinën e drejtësisë së ndërtuar në 2016, derisa të shkojnë tek rruga e trenit siç i referohet kryeministi Rama se listës SPAK, mazhoranca ka gati disa propozime. Për artikulimin e tyre publik u shfrytzuan ekspertët e kontraktuar nga Komisioni Xhafaj që hodhin idenë e një organi të ri antikorrupsion, çka mund të çonte deri në shkrirjen e LDKP-s. Ne kemi ardhur me një propozim për krijimin e një institucioni të ri në frymën e autoriteteve të pavarura, i cili do të ketë jo vetëm kompetenca për monitorimin dhe hartimin e politikave, por edhe hetimin administrativ. Por në rast se ne vendosim, ju vendosni më sakt, që do të përfithet kjo kompetencë nga ky autoritet i ri, do të ngelet institucioni ekzistues me më pak kompetenca, apo do të shkrihet. Për t'i dhënë një rol edhe kuvendit në luftën kundër korrupsionit politik, hidhet ideja e një ligji të posaçëm, si dhe ngritja e një komisioni të përhershëm në kuvend. Krijimin e një ligji të ri të posaçëm për parandalimin
e korrupsionit. Parashikon për herë të parë edhe aty përfshirjen e sektorit privat. Ne kemi dhënë edhe si propozim këtë krijimin e një komisioni të përhershëm parlamentar për antikorrupsionin dhe integritetin. Të majtët mendojnë të ashtrinë masën e tyre antikorrupsion edhe në sektorin privat, duke propozuar një auditim të brendshëm të detyruar për bizneset. Të krijohet ndoshta edhe një detyrim ligjor që të realizojnë audite në një mënyrë periodike, në mënyrë që të sigurohet edhe kjo pjesë e integritetit të tyre. Financimet e partive politike gjatë fushatave elektorale janë gjithashtu një problemi konstatuar nga ekspertët të cilët propozojnë sanksione për mosdeklarimin e fondeve, apo forcimin e masave kontrolluese për reklamat politike në rrjetet sociale. SPAK-u nuk do ta shkri, por kryeministri Rama e pranon që është i pakënaqur me drejtësinë e saj, duke cilësuar si rrezik për demokracinë. Ai në rrjetet sociale ngre shqetësimin se gjykatësi dhe prokurori janë kthyer një trup i vetëm kundër të akuzuarit në proceset gjyqësore. Heshtëm totalisht 5 vjetë rresht e 5 vjetë më shumë bile, se jo se nuk pam probleme, jo se nuk u skandalizuam në ndonjë rast, apo se nuk e patëm ndjeshmëri ndaj një trysnie që ka shkuar herëherë deri në absurd mbi punonjësit e administratës. Por ne heshtëm strategjikisht. Tani që pavarësia më duket se është shalqim me provë, kur thot populli, madje është qartësisht burimi një vetbesimi të prokurorisë dhe të gjykatës speciale. Dhe një drejtësi e pavarur, por e çal profesionalisht, dhe shpërfillse ndaj lirive dhe drejtave kushtetuese dhe ndaj ndarjes kushtetuese të pushteteve madje, mund të kthehet në një kërcënim për vetë demokracinë, në një problem real për shoqërinë, në një pengesë për ekonominë. Në autokraci, prokurori dhe gjykatësi janë një trup i vetëm, kundër të akuzuarit. Ndërsa në gjyqin demokratik, jo vetëm janë të ndarë, por gjykatësi është mbi palët. Dhe nëse ka shenja që thonë se abuzimi me pavarësinë e pushtetit drejtësisë mund të bëhet një rrugë pa siguri juridike në trupin e shoqërisë, atëherë problemi nuk është më thjesht i atyre që keq trajtohen direkt nga një pushtet që fryhet me vetveten, por është një problem për vendin, është një problem për shoqërinë, dhe si i tillë është patjetër dhe imi si kryeministër, duke mos heshtur kur këta të fundit e te i kalojnë kornisën e ligjit me galloshet e Maliqit, dhe prokurori i gjykatës bëhen një galloshe e vetme, si në diktaturë apo në autokraci. Jo larg qoftë në asnjë mënyrë duke shkrirë SPAK-un apo duke kërcënuar SPAK-un, të cilin duhet ta mbrojmë me do e mos, në radhë të parë nga bufi dhe nga llumi i knetës, po patjetër dhe nga rreziku i hyrjes vetes në qef kur i thon fjalës. Tani zgjedhja s'ka qenë kurrë më qartë, o me mua në Europë, o me bufin e knetës prap atje në grop. Deputetja e Partisë Demokratike Jurita Tabaku shprehet se reforma në drejtësi duhet rishikohet, por me mbikëqyrjen e Komisionit Venecias. Gjatë një deklarate për media, Tabaku pohoi se këto kërkesa janë adresuar edhe nga Bashkimi Evropian për standardet e drejtësisë. Ne kemi ngritur shqetësimin për sa i përket presionit politik që ushtrohet mbi drejtësinë, që është një shqetësim që reflektohet dhe në Progres Raport. Ne kemi ngritur shqetësimin e një analize të plotë, dhe ky ka qenë qëndrimi publik dhe zyrtar edhe i Partisë Demokratike. Është e nevojshme që Komisioni i Venecias të jap një opinion të plotë për zbatimin e kësaj reforme, situatën, po dhe infrastrukturën e sistemit, dhe që janë çështje të cilat besoj në ditët në vijim do të ketë edhe një prezantim të programit Partisë Demokratike në këtë drejtim. Janë çështje që do të diskutohen dhe do të zhvillohen edhe në vijim. Ajo që ka ndodhur të paktën javën e fundit me protestën e qeverisë ndaj një institucioni zyrtar nuk ka ndodhur ndonjëherë këtu në Shqipëri. Unë kam quajtur grushteti, shumë e kanë quajtur grushteti. Të çosh zyrtar të paguar të administratës që të protestojnë përpara një institucioni të pavarur të drejtësisë dhe të sulmojnë, të intimidojnë, të atakojnë dhe po përdor fjalët që ka përdorur vetë gjykata dhe SPAK-u, kjo për mua është e pakonceptueshme. Është e vërtetë, ashtu siç thoni ju, edhe Partia Demokratike ka ngritur shqetësimet e veta. Ka bërë protesta atje, po janë dy gjëra të pakrahasueshme njëra tjetrën. Gjykata e posaçme e Aperit rrëzoi kërkesën e bashkëshortes së kryebashkiakut Erion Veliaj për kthim të sendeve të sekuestruara nga kontrollet e SPAK në muajin dhjetor.
Përpara se të refuzonte, Ajola Xoxhan në SPAK u paraqitën për deklarime vjera e Veliajt, Valbona Xoxha dhe një nga biznesmenët e akuzuar në çështje ndaj tij. Gjykata e posaçme e apelit vendosi të rrëzojë kërkesën e Ajola Xoxhës, bashkëshortes së kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, për t'i kthyer sendet e sekuestruara nga SPAK gjatë kontrollit të 6 dhjetorit të vitit të shkuar në banesën dhe bizneset e saj. Në apel, Xoxha kundërshtoi vendimin e 20 dhjetorit të gjykatës së posaçme, vendim që nuk i ktheu sendet e sekuestruara, përfshi një aparat telefonik celular dhe disa dokumente. Bashkëshortja e kryebashkiakut kërkoi kthimin e sendeve me pretendimin se ishin administruar nga agjentët e BKH në kundërshtim me dispozitat ligjore. Ankimi duhet të shqyrtohej në apel nga gjyqtarja Iliriana Oldashi, për të cilën më 13 shkurt, në një deklarat publike, antari i kryesisë së PD Belind Klliçi tha se po intimidohej dhe kërcënohej, pretendim që u kundërshtua më vonë mes një deklarate zyrtare të gjykatës së posaçme të apelit, por u shqyrtua nga gjyqtarja Ngert Plumbi. Pak orë para nisjes së seancës, apeli njoftoi të mërkurën se çështja kishte kaluar në duart e gjyqtarit tjetër, pasi gjyqtari Oldashi kishte paraqitur një raport shëndetësor për paaftësi të përkohshme në punë. Po ashtu gjatë së mërkurës SPAK vijoi veprimet hetimore për dosjen Veliaj. Në orët e para të mëngjesit në godinën e Xhamt mbërriti vjerra e kryebashkiakut Valbona Xoxhe dhe biznesmeni Gentian Sula, ndaj të cilit gjykata ka caktuar masën e sigurisë detyrim për paraqitje. Burime jo zyrtare të SPAK bën me dije se ëma e Ajola Xoxhes dhe biznesmeni Sula u thirrën për të dhënë deklarime për çështjen. Referuar dosjes hetimore, SPAK ka ngritur dyshime se një vilë në Qerret e bler tek biznesmeni Sula është pronë e fshehur e kryebashkiakut, ndërkohë vet Veliaj pretendon se ajo është pronë e prindërve të bashkëshortes së tij. Edhe në reagimin e radhës nga qelia, kryetari i Bashkisë Tiranë nuk heq dorë nga pretendimet se akuzat e ngritura ndaj tij nuk qëndrojnë dhe provat e grumbulluara janë qesharake. Veliaj thotë se prokurori Olsi Dado ka ndjekur sipas tij një strategji banale dhe prej sigurimsi, duke sulmuar për disa muaj në media. Madje Veliaj jep dyshimin se pas personit anonim që e denoncoi Nesti Angoni mund të fshihet Olsi Dado. Në dosjen e tij skandaloze, fjala charter përdoret për 3 raste, nga të cilat 2 janë udhëtime në Turqi, në datat 13/8/2004 dhe 4/8/2006. Pra kur unë kam qenë 24 dhe 26 vjeç, 10 vjet përpara se të merresha me politik. Edhe pse ju sqarua se janë 2 udhëtime me 300 vet në avion nga ato pushimet ekonomike që bën gjithë mileti, ky fuks pervers vazhdon dhe lë aty si krim, sepse fjala charter normal tingëllon shumë inkriminuese për gjyqjen e studiove dhe portaleve. Udhëtimi i tretë që citohet në dosje, datës 25-27/10/2021, lidhet me një vizitë në Kiev me një linjë të ngjashme, e cila sillte turist ukrainas në Tiranë përpara luftës, me cilën kam fluturuar për një takim zyrtar me kryebashkiakun e Kievit Vitali Klitschko. Çfarë zhgënjimi që këto nivele qesharake të provës njësoj si ato të prokurorive dhe gjykatave kriminale të komunizmit për agitacion e propagandë, jo vetëm mbajnë vulën e drejtësisë së re, por janë tani më arsye pse çerek milioni votat e mia u shkelen me këmbë, ndërsa një copë letre anonime dhe një prokuror i futur në SPAK me mik u bën shkak që unë t'i them këto nga burgu, pa gjyq, shkruan Veliaj në reagimin e tij shpërndar në rrjetet sociale. Detajet e reja mësojnë në lidhje me operacionin e zhvilluar të martën në Tiranë, ku u arrestuar 28 persona për shëndarje droge në zona të ndryshme të kryeqytetit, që policia mos binde në gjurmët e tyre, të rinj përdornin taksi dhe skutera për të qitur dozat, ndërsa nga përgjimet rezultoi se ata përdornin fjalët e mirë dhe e fortë, që specifikonin edhe cilësinë e mallit. Antarët e grupit kriminal që merreshin me shpërndarjen e drogës në Tiranë e shisnin atë duke përdorur taksi dhe skutera elektrik, në mënyrë që të mos binin në gjurmët e policisë. 4 nga të arrestuarit ishin taksigjinj, të cilëve ju gjetën edhe doza kanabisi e kokaine me vete në momentin e ndalimit. Ata janë mbajtur në vëzhgim dhe përgjim për një kohë të gjatë nga agjentët e antidrogës, për të faktuar aktivitetin e tyre kriminal. Sipas përgjimeve, blerësit pasi kërkonin të merrnin dozat e lëndës narkotike, i specifikonin me fjalët e mirë dhe e fortë, që specifikonin dhe cilësinë e mallit. Një dozë kokaine shitej deri në 80.000 lek, një dozë ekstazi 15 dhe 25.000 lek, në varësi të cilësisë së mallit.
ndërsa një dozë heroin 0.3 ml shitej 10.000 lek. Nga hetimet rezultoi se antarët e grupit kokainën e siguronin nga Eugenio Manushi, i arrestuar më herët, po me kokainë në makinë, ndërsa dozat ekstazi siguroheshin nga Ergis Noka, djali pronarit të portalit Public.live, që një muaj më parë u ka bashkë me 3 gazetarët e portalit nga policia. Në total u lëshuan 34 masa arresti, nga të cilët 6 persona vijojnë të jenë ende në kërkim. Këtë të mërkur në Gjirokastër u arrestua 27 vjeçari Geraldo Gashi në tentativë për t'u arratisur drejt gregjisë. Arrestimi i tij e çon numrin në 28, ndërkohë që 7 prej të prangosurve janë ndaluar nga policia në operacionet e mëparshme antidrog. Pas ngjarjes së ndodhur në Shkodër ku Kol Manaj plagosi rënd të dashurin e tij dhe më pas vrau veten, policia ka marrë në pyetje familjarët dhe të afërmit e tyre. Sipas deklarimeve të tyre, debatet në çift kishin nisur 2 javë më parë, pasi 44 vjeçaria kërkonte të ndërpriste lidhjen. Debatet në çift duket se janë bërë shkak për ngjarjen e rëndë në Shkodër, ku Kol Manaj plagosi fillimisht të dashurën e tij dhe më pas me të njëjtën armë vrau veten. Për të zbardhur rrethanat, policia ka marrë në pyetje familjarët dhe të afërmit e tyre. Sipas deklarimeve, shkak i debateve mes tyre dyshohet të ketë qenë kërkesa e 44 vjeçares për të ndërprerë marrëdhënie në çift. Të njëjtat burime sqaruan se Anila Ndoka kishte shfaqur shqetësim tek të njohurit e saj se 34 vjeçari nuk punonte. Çifti që prej afro 5 vitesh ishin në bashkëjetesë, kishin nisur konfliktet në 2 javët e fundit. Sipas burimeve, Kol Manaj i dërgonte mesazhe Anilës se do të vriste veten nëse ajo do e linte, SMS, të cilat janë gjetur në celularet e tyre. Anila Ndoka vijon të qëndrojë në spitalin e traumës në gjendje të rëndë shëndetësore, pasi u qellua me një plumb pistolete në kokë. Ngjarja ndodhi mesditën e së martës, brenda makinës së tyre, ku i riu kishte shkuar pranë vendit të punës së Anilës për t'u sqaruar. 44 vjeçaria është nëna e 3 fëmijëve nga martesa e mëparshme dhe punonte si punonjëse sociale. Mira, matrica e inteligjencës dhe versimit rrezikut po përdoret nga Inspektorati Shtetëror i Punës për të luftuar punësimin informal. E zhvilluar me mbështetjen e Organizatës Ndërkombëtare të Punës dhe financimin e Bashkimit Evropian, Mira synon të revolucionarizojë mënyrën se si kryen inspektimet. 1 në 4 shqiptar merr më pak se 40.000 lekë në muaj. Me fenomenin një pjesë në banke, të tjerat në zarf ende prezent, janë mbi 185.000 individ, me pag nga rreth 734.000 në total, që marrin një rrogë minimale. Me skemën e pensioneve në buzë greminës nga njëra anë dhe tatimet nga tjetra që po mbledhin më pak para, qeveria planifikon të luftojë informalitetin në tregun e punës nëpërmjet matricës së inteligjencës dhe vlerësimit të riskut Mira. Mira mund të parashikojë bizneset e mundshme dhe të zbulojë se ku mund të ndodh puna e padeklaruar, bazuar në madhësinë dhe llojin e biznesit, vendodhjen, industrinë, variacionet sezonale, orët e punës, kohët e punës e të tjerë. Dhënia në funksion e Mira përmirëson 30% parashikimin e punës së padeklaruar në krahasim me metodat e mëparshme të vlerësimit me flamuj të kuq. Sipas Organizatës Ndërkombëtare të Punës, Mira arrin të identifikojë bizneset me risk të lartë të informalitetit fal inteligjencës artificiale. Pagat minimale do të jenë grupi i parë që do të kalojë në filtrin e platformës për të goditur fenomenin e nëndeklarimit pagave. Me mbi 12.000 inspektime të kryera çdo vit në Shqipëri dhe të dhëna të mbledhura për më shumë se 100 variabla për inspektim, aftësia e të mësuarit, të makinerive dhe të parashikimit të mira rriten më shumë. Inteligjenca artificiale përshtatet me tendencat e reja, duke trajtuar grupe të dhënash më të mëdha, pa kërkuar burime shtesë. Përmes këtyre masave, qeveria synon të rrisë me 16% deklarimin e pagës reale deri në fund vitit 2027. Praktikisht kjo përqindje aktualisht është pjesa informale në tregun e punës. Me realizimin e këtyre objektivave pritet që të rriten të ardhurat tatimore me 4.9 miliard lek nga tatimi mbi të ardhurat personale dhe kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore.
Kryeministri Edi Rama dhe Ministria e Arsimit Olgerta Marceliu publikuan ditën e djeshme, prezantuan më saktë dokumentin e politikave të arsimit të lartë 2030, pra cilat do të jenë pra përparësitë për arsimin e vitit 2030, për të diskutuar pikërisht për çfarë do ndodh pra dhe problematikat e arsimit. Kemi të ftuar në studio pedagogun Mark Marku. Zoti Marku, mirë se erdhët. Në fakt do doja ta filloja pikërisht dakord, janë këto politikat e arsimit të lartë, prezantimi, por pyetja ime është, a rrezikojmë të ngelemi në ato praktikat shablone, pra me reforma vetëm në letër dhe seminare, pra kemi një reformë 10 vjeçare, por çfarë ka cilla ajo deri tani? Shiko, një strategji duhet kuptuar si një strategji, pra si një premis për të mbështetur pasaj gjitha ndryshimet që do duhet që të vinë pas hartimit të strategjive. Dhe në këtë kuptim, strategjia, sepse është mbështetur mbi studime që me sa kam parë, mbi studime të organizuar nga Banka Botërore, pra është një studim i thelluar, ku e para bën një fotografim të gjendjes, e dyta pasaj shtron përzidhe sfidat, por gjithmonë duke ruajtur, duke përqendruar tek prioritetet, objektivat dhe pra në kuadrin e gjithë asaj çfarë mund të jetë një strategji. Problemi është çfarë vjen mbas strategjive, sepse pra një strategji është një kuadër orientues, një vizion, një koncept për të ardhmen. Legjislacioni që shoqëron, dhe që normalisht nuk pritet që tashmë tash të ketë ndryshim të ligjit për arsimin e lartë, sepse praktika parlamentare nuk lejon që pa 6 muaj nga dita e zgjedhjeve të bëhen ligje të reja, po pasaj mbaret si do shkojnë zgjedhjet, kush do fitojë, çfarë programi do paraqitet, por me siguri që programi për arsimin do mbështetet pjesa e arsimit lartë te kjo strategji. Normalisht gjë pozitive është që një pjesë evidenton disa nga problemet që ka sot arsimi i lartë në Shqipëri, që do thotë që në një farë mënyrë bëhet një bilans i ligjit të arsimit lartë, i cili ka reflektuar defektet e veta. Unë bashkë me kolegët e mi, kur është miratuar ky ligj, kemi qenë shumë kritik ndaj ligjit. Kemi tentuar të bëjmë, po themi, jo vetëm oponencë, por edhe të japim alternativa atje dhe shpresoj që në momentin që do filloj rishikimi nga kushdo forcë politike që do jetë mbështet mbas zgjedhjeve 11 majit, në një farë mënyrë të paktën procesi i hartimit legjislacionit të ndryshojë. Që do thotë ndryshimet të mos bëhen duke anashkaluar gjithë mendimin e botës universitare dhe gjithë atyre aktorëve të cilët praktikisht kanë një përvojë të caktuar dhe që janë të interesuar që arsimi universitar të ndryshojë. Është një pyetje që është diskutuar gjatë, por do t'ja bëjmë dhe ju, profesor, cilat janë problemet reale, me çfarë sfidash përballet sot universiteti? Ka disa sfida që janë thelbësore. E para është kriza kriza e numrit të studentëve, që ka gjithnjë në ulje, që vjen kryesisht për shkak të rënjes demografike të popullsisë, dhe sidomos të popullsisë të rinjve. Normalisht ka pas një mbingarkesë të sistemit arsimor në po themi në periudhën deri para 5 vjetëve, sepse në një farë mënyre sistemi arsimor e para nuk kishte kjo rrudhje demografike, dyta sepse në një farë mënyre sistemi arsimor shërben dhe si një tip valvule sociale, pra ideja
për të shtyrë 5 vjet në rastin më të mirë, aq sa zgjat një cikël universitar, për të zgjidhur problemin e papunësisë. Pra, studentët vinin në universitete sepse nuk gjenin punë. Qeverit ishin të interesuara që të kishin një numër shumë madh studentëve sepse shtynin 5 vjet për një problemin e papunësisë. Prindërit ishin të interesuar që të kishin në një shoqëri si që është shoqëria jonë ku normalisht ambientet përtej universitare janë shumë të rrezikshme për të rinj se sa ambientet universitare, të sillin në shkollë për të pasur si një farë mënyrë të sigurt, pak më të mbrojtur nga ambienti. Dhe gjithë kjo kishte sjell një fryrje artificiale të numrit studentëve. Po të shtosh pasaj rënjën demografike të rrimit, largimin masive të tjerë gjitha këto, normalisht kjo sjell tash një krizë e kthen sistemin në një prej, po themi, problemeve të sistemit arsimor, e kthen në të kundërt, mungesa studentëve. Mungesa studentëve nga pikpamja, jemi akoma në parametrat normal. Për shembull, fakultetin tim, që unë e drejtoj, ka një rënje, por ka një rënje brenda atyre kufive që ne, unë them, ne gjithmonë kemi mendu, ne kaq mund të përbalojmë. Kemi pas 2 fishën e studentëve të cilët nuk mund t'i përballonim, se që të kesh student është mirë nga pikpamja, po themi qoftë edhe e numrave, prestigjit e tjerë, ekonomike, se në fundit është janë të ardhura që vinë në universitet, por nga herë janë edhe keq, sepse kur nuk ke mundësinë për të krijuar kushte studentëve që të studiojnë, normalisht kjo rrit pa mundësinë, shton pa mundësinë për të shërbyer studentëve. Qoftë për nga numri pedagogëve, qoftë për nga infrastruktura, qoftë për kushtet e aty në praambiente, qoftë edhe te marrëdhënia që krijohet mes pedagogëve dhe studentëve. Kur ke 120 studentë, normalisht është ndryshe, pra merresh më pak se sa kur ke 50 studentë. Se ka një kufi mes, po themi, numri studentëve, numrit pedagogëve, kushteve aty të sallave e tjerë. Dhe kjo në një farë mënyrë e çon universitetin pra në ulje të numrit studentëve, por krijon premisa që studentët trajtohen më mirë. Por nga ana tjetër, rënja drastike e numrit studentëve disa i godet më shumë. Të zemë universitetet e rrethave, të cilat dhe universitetet e rrethave dhe disa deg, jo gjitha deg, një lloj. Dhe kjo një problem sepse krijohet prap një qendërzim me shumë gjasa, do krijohet një qendërzim i gjithë sistemit arsimor në Tiranë. Qytetet shqiptare, përjashto Tiranën ose Durrësin, janë qytete shumë vogla për të përballuar, për të mbajtur me fluks një universitet. Absolutisht. Që të jemi qartë. Është shumë e vështirë në shumë vende të botës, mbash për shembull një universitet në një qytet me 50.000 apo 60.000 apo 70.000 sa janë qytetet kryesore të Shqipërisë tashmë me rrudhën e popullsisë. Kjo normalisht kërkon një ristrukturim të sistemit. Që do thotë, do duhet të kombëtarizohen universitetet e rretheve, si të kombëtarizohen, të kenë disa deg ekskluzive ku shkojnë nga gjithë Shqipëria. Pra, nuk ka kuptim më që universitetet funksionojnë si gjimnazet. Ose si sistemi parauniversitar, shkollat 9-vjeçare, vetëm disa deg. Ke disa deg, por aty të shkojnë nga gjithë Shqipëria. Pra nuk ka asnjë problem, siç ndodh në çdo vend, ku diun në Angli apo në Francë apo në Gjermani apo në Itali. Studenti nga Roma shkon studion në Padova, në Itali. Studenti nga Padova shkon në universitetin X në Palermo. Studenti pra aty ku gjejnë mundësi që të studiojnë më mirë, kur kanë kushte më të mira, kur ngaherë kur kanë edhe kosto më të ulët studimeve të tjerë, ose nivel më të lartë të arsimit. Nëse realizohet kjo, unë mendoj që bëhet një shpërndarje më mirë e sistemit. Flas për sistemin
e universiteteve publike, se mos harrojmë që janë dhe universitetet private, si pjesë e sistemit. Tashmë mund të anashkalosh universitetet private, janë pjesë e realitetit universitar. Dhe kanë përvojën e tyre, kanë problemet e tyre, kanë e tjere gjitha, por ama janë pjesë, duhen llogaritet ato. Kjo bën, mendoj unë, një shpërndarje, por duhet menduar mirë, sepse ka pasojë sociale, po ka rrezik dështimi si çdo eksperiment ose si çdo gjë e re. Dhe për këtë arsye do duhet menduar mirë, po shumë mirë, për reformën arsimore, sepse efektet në reformën arsimore e pasojat pozitive apo negative shfaqen shumë vonë se sa në reformat e tjera. Për shembull, ka qenë një tentativë Johnson, ky historiani amerikan i kohëve moderne, që ka libër shumë mirë për po themi, që më pëlqen edhe nga mënyra si ka shkruar, ka një moment amerikan në një moment caktuar, duket aty nga vitet 70, nën presionin e masivizimit të arsimit, se ishte edhe propagandiste në vendet socialiste, bën një reform për të masivizuar sistemin e arsimit. Dhe normalisht në formën e tyre, modelin e tyre, jo në kuptim. Dhe thot, ekspertët shkojnë te presidenti dhe i thonë, nëse ne vazhdojmë me këtë lloj reforme, ne do humbim rolin drejtues si superfuqi, si fuqi ekonomike dhe teknologjike e botës. Sepse kjo sjell masivizim, është e mirë, se nga pikpamja sociale e tjerë, por nga ana tjetër çon në dobësimin e këtij sistemi që është ndërtuar mbi bazën e po themi ekselencës. Kuptoj. Sistemi i ekselencës është mizor nga njëra anë, por varësisht nevojë që ka zhvillimi një vendi sjell rezultate, sjell gjeni që shkojnë në ekonomi, që sjellin ndryshimin, dhe për këtë arsye duhet menduar shumë mirë në momentin që bëjmë ndryshime në sistemin arsimor. Nuk është çështje më pëlqen mua kështu apo më pëlqen mua ashtu. Shpesh herë këtu është tentuar që grupe të caktuara që kanë pas ide të caktuara ti implementojnë përmes reformave, ose të marrin një model dhe ta sjellin, ta bëjnë transplant mot të asaj që gjë që është destinuar dështoj, sepse ka realitetet caktuara që nuk mund të aplikosh një model që ka qenë sukses në diku, ta aplikosh në një vend si Shqipëria. Profesor, për të mbyllur këtë temë, sa larg jemi standardeve evropiane që qeveria synon të arrijë në këto momente, pak? Normalisht gjithë sistemi arsimor sot në botë është në diskutim. Për të jashtëzakonshëm. Gjithë sistemi është në krizë. Është e para një nga problemet të them. Zhvillimet teknologjike të këtyre dekadave të fundit kanë sjell përveç ndryshime në ekonomi në gjithë sistemin shoqëror, por kanë sjell edhe një ndryshim në breznit që vinë në universitet. Problemi është që ne e negociojmë dijen me studentët, mos po them ne, po sistemet universitare, se sistemet universitare janë konservatore për nga natyra, pra nuk ndryshojnë, si puna sistemit burgjeve, si ushtria, janë disa pjesë të sistemeve shoqërore që janë më konservatore për nga natyra, pra nuk ndryshojnë aq kollaj. Dhe aq shpejt si që ndryshojnë sistemet e tjera. Dhe çfarë ndodh? Problemi është kemi një brezin e teknologjive, ndërkohë që ne u transmetojmë dijen dhe u japim profesionet të sistemeve të parateknologjike, të këtyre teknologjive. Dhe cili është rreziku? Rreziku është një nga problemet e sistemit, që sistemet arsimore prodhojnë profesionistë të 50 vjetëve më përpara. Ndërkohë që ne duhet prodhojmë profesionistë e sardmës, jo profesionistë para 50 vjetëve. Fëmia im ose i joti, ose i kujdo, nuk mund të ripërsëris suksesin tim apo tëndin sa do të mundohemi ne. Do duhet që të përshtatet me dhe të ketë një sistem të tillë që ta përgatisë, ta projektojë për nesër, jo për dje.
Ky është, mendoj, debati i madh që bëhet për sistemet. Normalisht ka rezistencë, është shumë e vështirë që ndryshojmë, por shpeshherë ka një lloj paniku, ka një lloj, po themi, demonizimi të teknologjive, ka etj. Problemi është e vetmja rrugë për të trajtuar çështjen e teknologjive është t'i pranojmë teknologjitë. Pra, nuk i duam, etj. T'i pranojmë dhe të ndërtojmë sisteme që praktikisht ta bëjnë njeriu të krijojë një marrëdhënie sa më të natyrshme me teknologjitë dhe ta bëjnë njeriu që të përfitojë sa më shumë nga zhvillimet teknologjike. Sistemet arsimore këto e kanë problem, nuk është problemi vetëm te infrastruktura, pra ideja që ti të kesh hardware, software, të kesh po themi teknologji të larta të komunikacionit apo mësimdhënies, është problemi i mentalitetit. Duhet ndryshosh mentalitetin përputhje me atë ndryshim që ka ndodhur. Gjë që sistemet universitare shpeshherë nuk e përkthejnë. Sistemi jon, për t'ju përgjigjur për drejt pyetjes, universitar normalisht këtu është deficitar, nuk është. Profesor, Bashkimi Evropian ju ka zgjedhur juve dhe fakultetin që ju drejtoni në një debat, dialog, tryez për problematikën e medias dhe ndryshimet e mundshme në mjedisin mediatik. Me që folim edhe për teknologjinë, ka lidhje me teknologjinë, me kohën në cilën jetojmë, përse ndodh kjo dhe si do të zhvillohet? Atëherë, më saktësisht Shqipëria është në procesin e plotësimit të kapitujve për negociatat, cilat me shumë gjasa mund të mbyllen aty nga viti 2028, pastaj është pjesa tjetër. Dhe te pjesa për mediat, edhe si vjet progres raporti ka qenë negativ, sepse qeveria nuk ka arritur që të përmbush ndryshimet e duhurat sipas rekomandimeve të dhëna nga po themi progres raportet e BE-s, në një farë mënyrë janë një sistem vlerësimi për vendet që antarësojnë, që duan të antarësohen BE. Dhe meqense ka qenë, po themi, ka pas përherë një mosbesim ndaj qeverisë dhe aktorëve mediatik, gjë që bën pamundur realizimin e ndryshimeve të duhura, sepse çdo propozim që vjen nga qeveria, kryesisht edhe për fajin e qeverisë, por nganjëherë edhe për rezistencën e natyrshme të mediave, procesi kishte ngecur. Dhe BE-ja në procesin e, po themi, duke dashur ta ndihmojë Shqipërinë në plotësimin e këtyre standardeve, na u drejtua neve dhe tha që departamenti, po edhe mu personalisht, që a mundet që ju të ndërtoni një proces të dialogut ku të kryqëzohen aktorët mediatik, ekspertët e institucione, por që ndryshimi të vijë nga aktorët mediatik, në kuptimin që të realizohet një kuadër orientues për ndryshimet e duhura në mënyrë që të fitosh besimi, që të kishe konsensus, por nga ana tjetër që të vinte ndryshimi të vinte nga vetë aktorët mediatik. Dhe ne jemi në këtë rol që na nderon, normalisht edhe fakti që na kanë zgjedhur ne si fakultet, si departamente të tjerë, unë personalisht ndjehemi nderuar, por që është edhe një proces me shumë përgjegjësi dhe shumë i vështirë, që do vazhdojë për disa muaj, që normalisht kërkon konsensus, që kërkon besueshmëri, që kërkon të gjitha, dhe ne po ndërtojmë pak nga pak, sa po kemi filluar, dhe besoj që do të arrijm atë që duhet. Pra sepse është në fundit është diçka që lidhet me antarësimin e Shqipërisë në BE. Gjë që mendoj që jemi të interesuar si ne, si qeveria, si gjithë faktorët. Profesor Marko, ishte kënaqësi biseda me ju. Edhe për mua, gjithashtu. Të kalojmë në një spot të shkurtër publicitar për të rikthyer përsëri në studio.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky hodhi poshtë spekulimet për largimin e tij nga posti, duke dhënë një përgjigje të drejtpërdrejtë Donald Trump. Zelensky tha se populariteti i tij është në rritje dhe se Trump po jeton brenda një hapësire dezinformimi. Volodymyr Zelensky nuk ka ndërmend të largohet nga posti i presidentit të Ukrainës. Këtë fakt e ka shprehur vetë lideri i Ukrainës në një komunikim për mediat. Ai kritikoi presidentin amerikan për ndikim të informacioneve nga Moska dhe se Donald Trump po jeton në një hapësirë dezinformimi. Zelensky theksoi se nuk do të largohet nga posti i presidentit dhe se tendencat për ta zëvendësuar atë nuk do të funksionojnë. Nëse dikush dëshiron të më zvendësoj tani, nuk do të funksionojë. Unë do të thosha qartë se nuk do të ndodhë tani. Me që po flasim për 4% popularitet, ne kemi parë këtë dezinformim. E kuptojmë që vjen nga Rusia. E kuptojmë këtë dhe kemi prova që këto shifra po diskutohen mes Amerikës dhe Rusisë. Zelensky pohoi gjithashtu se sondazhet e fundit tregojnë një rritje të popularitetit të tij në 58%. Një përgjigje kjo e presidentit Ukrainës ndaj deklaratave të Trump mbrëmje, i cili foli me tone të ashpra ndaj kreut të shtetit të Ukrainës. Për fat të keq, presidenti Trump, të cilin ne respektojmë shumë si një udhëheqës i kombit, që vërtet e respektojmë, i cili na mbështeti gjatë gjithë kohës së luftës, po jeton në këtë hapësirë dezinformimi e cila vjen nga Moska. Zelensky shtoi se SBA e ka ndihmuar Rusin të dalë nga izolimi dhe t'i hap rrugë marrëdhënieve ekonomike me shtetin okupues. Unë besoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ndihmuan Putin të dilte nga vitet e izolimit. Do të doja që ekipi Trump të kishte më shumë të vërteta. E gjithë kjo definitivisht nuk ka një ndikim pozitiv në Ukrainë. Ata po e lën Putin të dalë nga izolimi dhe mendoj se Putin dhe rusët janë vërtet të lumtur, sepse janë përfshirë në diskutime. Dhe dje pati sinjale se ata janë viktimat. Kjo është diçka e re. Zelensky përsëriti shpresën që lufta të përfundojë këtë vit. Ne duam garanci sigurie këtë vit, sepse duam fundin e luftës, tha presidenti i Ukrainës. Akuzat e Donald Trump kundër Volodymyr Zelenskit kanë arritur një nivel të ri. Në rrjetin e tij social Truth Social, presidenti amerikan Trump e quajti presidentin e Ukrainës një diktator pa zgjedhje dhe këshilloi atë të lëvizte shpejt. Përndryshe atij nuk do t'i mbetet tokë. Mendoni për këtë, një komedian modest i suksesshëm, Volodymyr Zelensky, i nxiti Shtetet e Bashkuara të Amerikës të shpenzonin $350 miliardë për të shkuar në një luftë që nuk mund të fitohej, që nuk duhet të fillonte kurrë, por një luftë që ai, pa SBA-n dhe Trumpin, nuk do të mund ta zgjidhte kurrë. Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar $200 miliardë më shumë se Evropa, dhe paratë e Evropës janë të garatuara, ndërsa Shtetet e Bashkuara nuk do të marrin asgjë. Ne kemi një oqean të madh e të bukur, si ndarje me Evropën. Për më tepër Zelensky pranon se gjysma e parave që i dërguam atij mungon. Ai refuzon të ketë zgjedhje. Është shumë ulët në sondazhet në Ukrainë dhe vetmja gjë në të cilin është i zoti ishte të luante me Biden si një fyll. Një diktator pa zgjedhje. Zelensky më mirë të lëviz shpejt ose nuk do t'i mbetet më asnjë vend. Ndërkohë ne po negociojmë me sukses një fund të luftës me Rusin, diçka që të gjithë pranojnë se vetëm Trump dhe administrata Trump mund ta bëjë. Evropa ka dështuar të sjellë paqen dhe Zelensky ndoshta dëshiron të mbajë trenin e ushqimit. Unë dua Ukrainën, por Zelensky ka bërë një punë të tmerrshme. Vendi i tij është shkatruar dhe miliona kanë vdekur pa që nevoja. Shikues nderuar, ishte gjithçka për ditarin qendror të lajmeve. Ju kujtoj për zhvillimet më të fundit na ndiqni në faqen tonë zyrtare@dyqenin.com. Bashkë kemi përfunduar këtu. Mirupafshim.